Sara Malaj, volejbolistja e talentuar shkodrane, por tashmë me uniformin e ekipit të kundërshtar të Vazhdisë me uniformin e Tiranës, sot fitoi 0-3 në Shkodër. Urime Sara. Shumë faleminderit. Me çfarë pam ishit protagonistë ndër më të mirat të fushën e lojës, si dha shumë pikë ekipit të Tiranës. Sa kënaqur jeni për fitoren dhe në aspektin personal. Shumë faleminderit për vlerësimin. Atëherë kjo është një kënaqësi e madhe sepse për çdo vit kuptoj që jam duke u rrit niveli, për çdo vit me ekipe të ndryshme, në ekipet kampione, edhe këtë vit në ekipin kampion që ishte vitin e kaluar me Tiranë. Edhe është një privilegj shumë i madh sepse edhe fanella e këtij ekipit peshon shumë. Edhe jam shumë e kënaqur. Përballë patët Vazhdin, që në fakt ka 2-3 vite që e keni kundërshtarë dhe padyshim ndjeni emocionet. Patjetër. Këtu nisi çdo gjatë te ky pallat me këto goca që jam përsëri shoqe me ta, flas për ditë me ta. Edhe është ka emocionet e veta kur shef jo si shoqe fushë, po si kundërshtar në këtë rast. 2 vite me ekipin Korçar Skënderbeu, viti i tretë tashmë larg Shkodrës, tashmë me ekipin kampion Tirana. Keni vendosur të luani me skuadrat kryesuese, patjetër. Ju kërkojnë ato apo i kërkoni ju? Tani unë kam pas fatin që edhe më kanë kërku, po është edhe kënaqësia jame që me lujt me këto skuadra. Si ndjeni veten në xhirin e Tiranës, në kampin bardhë blu? Shumë mirë, vajzat janë të mrekullueshme, profet janë, prof Gorenza është shumë i njoftun legjendar, prof Lerti është shumë i mirë, janë gjithë si staf shumë të komplementuar edhe shumë njerëz të mirë edhe të respektueshëm. Padyshim Gorenza është një emër shumë i njohur prej vitesh tek voleybolli i Tiranës, por në stol keni edhe zëvendëstanerin Berdi Sinani, një shkodran që padyshim ju është kënaqësi për ju. Po, nuk na lën me mungu ajo shkodrania te ekipi jonë. Si shikon vazhdimsinë e kësaj skuadre? Kjo është fitoria e 4 rradhësi në kupë dhe me sot e siguruat me sa. Po. Sot e siguruar në vendin. Keni informacion me pikët që keni marrë. Keni kaluar në fazën finale. Po, tash jemi në fazën finale. Kemi pastaj ndeshjet e kthimit, pastaj do konkurrojmë për Ligën Gjergj Kastrioti. Synoni trofeun e kupës së Shqipërisë? Patjetër, çdo trofe. Nisëm në çdo trofe. Kupë dhe kampionat? Po. Në tribunën përballë, teksa transmetohen ndeshjen, vura re dhe një përfaqësi të familjes Mala, ishte baba juaj, por edhe shumë të tjerë. Ajo është pika jeme e fortë, e cila çdo gjë, a do të thonë ata janë arsyeja pse unë jam këtu ku jam sot. Janë familja jeme, janë babi, mami, motra, vllai, edhe mbesja një fim. Edhe ato janë, si që thash, arsyeja ku jam unë sot, pa mbështetjen e tyre edhe pa shtysen që më kanë dhënë ata, unë s'do të isha kjo që jam sot. Megjithatë, ato ishin tifoz në aspektin profesional me Sarën, por donin edhe Vazdin. Ishin dy preferenca. Keni ndonjë përshëndetje apo diçka fundit për fansat tuaj apo diçka tjetër? Unë falenderoj shumë gjithë ata që më mbështesin. Edhe do mundohem të jap maksimumin që më bëj gjithë kënaqur me tregu kush është Sara, edhe se cila lojtare është Sara, sepse besoj në vete dhe besoj që edhe të tjerë besojnë në unë që mund të eci shumë më lart. Edhe falenderoj familjen, falenderoj shoqërinë që më mbështesin, falenderoj profet që kanë besim tonë edhe vajzat e mia të ekip. Dhe e fundit mund presim në një moment në të ardhmen që të rikthehet Sara Malaj në Shkodër? Nuk e di asnjëherë. Suksese Sara. Shumë faleminderit.